Një zjarri për masave të mëdha përfshi Orikumin pranë bazës së Pashalimanit mbrëmjen e së dielës. Era e fortë ka favorizuar përhapjen e flakëve, duke djegur shkurre e pemë. Shërbimi zjarfikës është ndodhur me njërë në vendin e ngjarjes pas marrjes së informacionit dhe ka punuar në një terren të vështirë për shuarin e flakëve. Luan Kapa i thotë se shërbimi zjarfikës, duke njohur terrenin, e vendosi zjarrin në kontroll, por shpejtësia e erës e ka bërë edhe më të vështirë operacionin. Një situatë e pazakontë ndodhi në pjesën e Orikumit, ku një zjarr me përmasa të mëdha mund të dilte jashtë kontrollit, që të dilte jo vetëm sipërfaqe tera me bimësi, por dhe të rrezikonte dhe banesat në zonën e Orikumit. Po shërbimi zjarfikës, duke njohur dhe terrenin në atë sipërfaqe toke që është me bimësi, e vuri situatën në kontroll, duke patur parasysh dhe sidomos shpejtësinë e erës, në mënyrë që zjarri të parapritës që mos të kapte sipërfaqe të shumta. Ne e njohim mirë situatën dhe terrenin në atë periudhë dhe u munduam që t'i bënim një brezë këtij zjarri masiv, duke mos përparuar në bimësi më tej dhe sidomos në ullishte që ka në atë zonë apo dhe në banesa përreth. Kështu që shërbimi i zjarfikës me forca që kishte bëri të mundën të prerjen e këtij zjarri masiv, sepse zjarri este me shpejtësi të madhe nga era e fortë që fryten në drejtim të jugut. Kapa i thekson se zjarri kishte rrezik të lartë për shkak të banesave që gjendeshin shumë pranë zonës. Ai thotë se janë dashur 2 orë që zjarri të vendosej në kontroll për shkak të përmasave të mëdha, ndikuar edhe nga era e fortë. Është shumë rrezik sepse aty ka jo vetëm banesa, por ka edhe bimësi të ndryshme siç janë në ullishtet apo edhe disa biznese në atë zonë që ishte. Për sa u neutralizua zjarri? U deshëm mbi 2 orë që zjarri të vishte në kontroll, sepse ishte me përmasa të mëdha. Kapa i thekson se ky zjarr është vendosur qëllimisht, ndërsa dyshohet nga fermerët e zonës. Shkaku zjarrit mendohet të jetë zjarrvendje e qëllimshme, sepse në atë zonë nuk mund të thuash që është natyrale apo aksidentale, do të jetë i qëllimshme për sidomos këta barinjtë e zonës shfrytëzojnë këto erat e forta në mënyrë që të djegin këtë bimësi që ndoshta nuk konsumohet në blegtoria, për ta djegur që në mënyrë që të bijë bimësi e re. Në situata të tilla kur zjarri mund të marrë përmasa dhe mund të djegë edhe banesa apo edhe prona të tjera të qytetarëve, Kapa i ka një mesazh për fermerët në këtë periudhë. Mesazhi për këtë banor të kësaj zone është që në raste të era të forta nuk duhet të vënë zjarre në këtë bimësi, sepse zjarri merr përmasa, djeg bimësi të ndryshme, djeg kullota, djeg objekte të ndryshme, mund të shkaktojë dëme shumë të mëdha. Andaj u bën thirrje që mos shkaktojnë zjarr në këtë periudhë.